Nexhmie Heradini u vra nga ish pronari gazetaria zbulon detaje, autori e kishte kërcënuar. Ditën e 24 marsit vushtria u trondit nga një ngjarje rënd ku pronari një fure buke e vrau me armë punojësen e tij Nexhmie Musliu Haradini, 42 vjeç dhe më pas qelloi veten. Pronari i furrës Diellza, Arsi Morina, ka vrarë me armë zjarri punëtoren e tij, Nexhmie Haradini dhe më pas edhe veten. Sipas informacioneve, dy trupat e pajet viktimave u gjetën tek një nënkalim që është afër furrës. Dy viktimat nuk kanë lidhje familjare me njëri tjetrin. Mësohet se ai e ka ndjekur viktimën pasi ajo ka dalë nga vendi i saj punës. Ajo hipi në një furgon që udhëtoi pak kilometra dhe pasi zbriti u vra në një nënkalim nëntoksor në fshatin Stanovc. Sipas informacioneve fillestare, dyshohet se ajo ka ndruar vendin e punës ku ka punuar me bashkëshortin për rreth 5 vite dhe është shpërngulur në një tjetër furrë buke që ndodhej pranë vendit të vjetër të punës Milloshve. Sipas dëshmisë familjarëve të së ndjerës, vrasja ka ndodhur për arsye xhelozie të ndërimit të vendit të punës, sepse asnjë arsye tjetër nuk ka pasur për të shprehen ata. Por nga ana tjetër, nga informacionet që qarkullojnë në media, ka patur edhe dëshmitar në momentin e ngjarjes. Gazetaria Majlinda Kovaçi në një lidhje telefonike ka treguar detaje nga ngjarja. 4 vrasje në 3 ditë të tëra me armë zjarri. Sipas kunatit, vrasja ka ndodhur për motive xhelozie sepse e ndjera ishte larguar 3 herë nga puna. Rreth 6 muaj kishte ndërprer kontratën dhe punonte në një lokal pranë biznesit të autorit. Për shkak të konkurrencës, ai e vret zonjën. Pronari kishte dërguar dhe një mesazh kërcënues për shkak të konkurrencës, referuar thënieve të familjarëve. Ekzistojnë edhe mesazhe që i ka dërguar bashkëshortit të së ndjerës ku i thot ku do takohemi, është shprehur ajo.